Lejohet që burri të marrë grua dy dhe të mbaj fshet gruas parë. Si kam këtë përgjigje? Ka pyet prap, pastaj ka qenë të i dalë shpirti, ka thonë prap. Selam aleikum hoxh, a lejohet që burri të marrë grua dy dhe të mbaj fshet gruas parë? Përgjigja është, po lexoj përgjigje siç e kam dhënë. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk përgjigjem për pyetjet që nuk i konceptoj. Faleminderit shumë për mirëkuptimin. E kanë bërë martesën me gruan dy sikur me qenë shtylla e 6 e Islamit. Ose sikur është në një sunet që thoti po se zbatove këtë sunet, ke probleme me imanin. Ç'është ky muhabet i mçeft, e ma mçeft, se ma mçeft. A je burr, e të martu. Fshet. Po pse ma fshet? Ç'e burri je ti?